Koalicioni Vlen mbrëm në Qendrën për Kulturën në Gostivar mbajti konventën promovuese të kandidatit për kryetar komune dhe listës së këshilltarëve. Kandidati për kryetar Sebaetin Dauti gjatë fjalimit të tij u zotua për projekte që përmirësojnë jetën e përditshme dhe një vizion që vendos qytetarin në qendër të zhvillimit modern. Unë vi sot para jush me një vizion të qartë për menaxhimin modern të qytetit, pastërti dhe mjedis i gjelbër, një plan të integruar për menaxhimin e mbeturinave, me kompani profesionale, riciklim dhe pastrim të rregullt. Qyteti do të ketë më shumë parqe, më shumë hapësira, gjelbërimi dhe ajër më të pastër. Arsimi cilësor, rinovimi i shkollave, i qerdheve, laborator modern, pajisje digjitale dhe mbështetje për mësuesit. Investimi në arsim është investim në të ardhmen. Mbështetje për klubet sportive dhe artistët e rinj. Duam një qytet që frymon kulturë dhe që jep mundësi të rinjve të shkëlqejnë. Administratë digjitale dhe transparente. Qytetarit të mos pres më me javë për një dokument, por ta marrat me disa klikime. Bartësi i listës së këshilltarëve Bashkim Hasani prezantoi kandidatët për këshilltar, duke theksuar se këta janë njerëzit me të cilët do ta ndryshojnë Gostivarin. Ai akuzoi qeverisjen aktuale për keq menaxhim dhe përpasoi qytet të pazhvilluar, të papastër, me arsim jo cilësor e kulturë të stagnuar. Këto jemi ne, njerëzit me të cilët do të ndryshojnë Gostivarin. Ky është ekipi i shpresës, ekipi i besimit, ekipi i përkushtimit ndaj qytetit dhe qytetarëve tanë. E kush janë ata? Për nga puna, ata janë ata që në vitin 2017 morën komunën me mbi 1.5 milion euro borxh. E sot, pas 8 viteve qeverise, ja lajnë qytetit tonë një barë prej mbi 10 milion euro borxh. Do t'i arsyetonim këto borxhe, po të ishte Gostivari sot 10 herë më i pastër, arsimimi 10 herë më i mirë, sporti 10 herë më i zhvilluar, kultura 10 herë më e pasur dhe po të kishim 10 herë më shumë investime. Por jo, sot qyteti është më i ndotur, më i varfër dhe pa vizion. Nuk jam bashkë për qytetin, jam vënë në shërbim të liderëve të tyre, vetëm e vetëm për të shpëtuar ata nga përgjegjësia dhe krimet që kanë bërë. Ndërkaq deputetja Imërlie Saliu gjatë fjalimit të saj tha se Vlen brenda një periudhe të shkurtër në qeveri, Gostivarit i solli mbi 50 projekte që synojnë përmirësimin e kushteve të qytetit, por se Gostivari do të arrijë zhvillimin e vërtet kur pas zgjedhjeve lokale me të do të menaxhojnë njerëzit e Vlenit.